Në kuadër të ditës ndërkombëtare të stomatologut dhe asaj të shëndetit oral, Qendra për Hapje dhe Dialog organizoi një takim ndërgjegjësues me nxënës të shkollës së Dervicianit. Përmes bisedës me dentisten, fëmijët mësuan më shumë rreth kujdesit që duhet të tregojnë për të patur dhëm të shëndetshëm. Mësuam sot që duhet i lajmë gjithmonë, duhet i pastrojmë 2 herë ditës, duhet të vemi 2 herë në vit te dentisti, që të na shikojë dhëmbët, që po i kemi të pastër, të pisë. Ti në fakt sa i zbaton këto rregulla? I zbatoj. Gjina e gojës ka rëndësi që dhëmbët mos na prishen, dhe në qoftë se ne nuk i mbajmë pastër, nuk i lajmë, nuk kujdesemi për to, atëherë ato na prishen, edhe duhet të shkojmë te dentisti që t'i ndeqim. Ndonjëherë nuk i laj 2 herë në ditë, i laj 1 herë, ndonjëherë i laj 2 herë. Stomatologja Armadela Tena tha se është rritur ndjeshëm niveli ndërgjegjësimit të prindërve për t'i mbajtur fëmijët në kontroll të vazhdueshëm për sa i përket shëndetit të gojës. Sipas saj, janë prindrit ata që duhet të edukojnë fëmijët që në moshën 2-3 vjeçare për rëndësinë që ka larja e rregullt e gojës, por edhe vizita të paktën 2 herë në vit te dentisti. Shumë e rëndësishme që prindi të jetë informuar i pari, sepse ne nuk mund të presim që një fëmijë 2 ose 3 vjeç t'i thuhet ti nuk i lan dhëmbët. Kjo është e gabuar për mua, sepse prindi është jetia ai që kujdesesh për fëmijën. Do me thënë, prindi duhet të vihet në një pozitë që duhet ja shpjegojë ai fëmijës dhe të marrë ai gjithë informacionin e nevojshëm dhe t'i thotë që sa e kujdesshme është që të lahen dhëmbët, të pastrohen çdo mëngjes edhe çdo darkë. Duhet ta fusi në rutinë. Njësoj siç fut në rutinë ushqimet e ndryshme dhe i prezanton fëmijët me gjëra të ndryshme, ashtu duhet i prezantoj edhe me furçën, edhe me pastën, edhe me përdorimin e fillit. Të treja këto. Për të nxitur kujdesin ndaj dhëmbëve, Ministria e Shëndetësisë ka nisur të zbatojë në institucionet arsimore për grup moshën 6-14 vjeç programin e depistimit të shëndetit dhe kujdesit dentar.